Mënyra më e shijshme për të gatuar pulën në tigan. E provojeni edhe do më kujtoni. Tani, si e përgatisim pulën? Në fillim do presim, e kemi gjoks pule, do ta presim në copa të vogla edhe do ta hedhim në tigan që të skuqet. Pasi skuqur një çik që të ikin të gjitha ato ujrat, do t'i hedhim pak vaj ulliri, jo shumë, pak, edhe pastaj do t'i hedhim specat. Çfarë ngjyrash të keni juve? Do shtojmë pak kripë, nga këto erëzat do t'i hedhim pak tarmerik, kurkuma do me thënë në greqisht, piper të zi, paprika, edhe do t'i trazojmë, do t'a trazojmë pulën, do t'i shtrydhim gjysmë limoni brenda, do t'ja hedhim një lugë me mustardha, i japin shije fantastike të gjitha këto, një lugë me mjaltë, edhe po ta keni dhe mjaltën bio akoma më mirë, edhe pulën tani neve do ta shoqërojmë me pure patate. Pureja e thjeshtë, zjejmë patatet edhe e grijmë bashkë me qumësht. Nëse doni ta grini me mikser ose me dorë nuk ka problem fare. Shikoni sa e mirë që del pula, e shoqërojmë me pure siç u thash, mund ta shoqëroni me patatë skuqura me çfarë të doni juve, po thani një çik për më shëndetshëm. Del yummy.